pas të hezitim të deputetëve për me kalu dokumentet e para ose pikat e para 30 ditës gjatë seancës parë, ndërsa me propozimin e kandidatës për krye parlamentare zonës Albulena Agjev, tashmë është krijuar një hendek i madh mes subjekt ose mes Ky që ka ndryshime, herën e fundit kur kemi diskutuar kandidatura e zonës Haxhiu nuk ka qenë e konfirmuar. Nuk ka qenë e konfirmuar, megjithatë unë këtu në studion tuaj kam thonë që do të jenë si emra të lakura, kam përmend edhe zonën Albulena Agjev, edhe zonën Kusari edhe Donika Gërvalla, si edhe Glaukun edhe Fatmir Limajn. Megjithatë vetvendosja ka zgjedh një figurë të rëndësishme brenda subjektit vet politik, një figurë me një bagazh të mirë zonën Agjev, qoftë nga burri ku është e martuar, ku gjithë familja kanë qenë pjesëtar të ushtrisë ligjore të Kosovës, qoftë nga ana e familjes vet ku është Mbesa Ahmet Haxhiut, një veprimtar i madh të çështjes kombëtare. Por kjo ka hasur në kundërshtim me besimin të subjekte tjera politike që hezitojnë ta votojnë dhe ndoshta kanë të drejtë që nuk e votojnë zonën Agjev, parasysh që i dinë ata ose parasysh që kjo ka bërë gabime gjatë hapave të saj në kuvendin e Kosovës. Por ju nuk është figurë konsensuale. Jo, e shoh që kjo me siguri ka bërë gabime gjatë periudhës sa ka qenë deputete në mandatet e kaluara. Kështu që edhe zonja Agjev, pa edhe deputetët e tjerë duhet të dinë që në kuvendin e Kosovës duhet të sillen ashtu siç i ka hi dhe ashtu siç edhe meriton kuvendi i Kosovës, e jo të bojnë situatat pa lakmueshme që me në fund kur ka nevojë për një votë një deputetit të mos e ketë besimin e tyre. Kështu që është një problem i krijuar nga vetvendosja me propozimin e zonës Agjev, e cila me pas më dëgju mu tërhiqet vet dhe nuk e lejon partinë e vet që të propozojnë, që të vazhdojnë me propozime, sepse më shumë të është duke u dëmtu zonja Agjev. Ne mund të themi këtu që këta kanë qitë si kartën e parë, hajtë të qesim Albulenën, nëse s'votuat e gjëmë një kandidat tjetër. Jo, ata kanë shku me kartën e fortë, për ashtu Glaukun Juvcën, kanë shku me Albulena Agjev. Dhe këto kanë mujtë me votu deputetet, kështu që ka mujtë me qenë kryetar kuvendit. Por ka pengesa, nuk do të votohet siç përshqihet as nga subjektet politike, kështu që e mira është zonja Agjev mu tërheq edhe me rujt pak imazhin e vet, punën e vet, fytyrën e vet, sepse ajo është ka dëmtohet më shumëte. Shala nuk e di nëse pajtohet me këto konstatimet zotit Zeqiri, a është kuvendi në një qorsokak edhe a mund tjetë rrugdalje një kandidatur tjetër, apo duhet të insistohet në fund, deri në fund me kandidimin e zonës Haxhiu? Fatkeqësisht kushtrim ju kthyem përsëri sagës së bllokimit apo stërgjatjes së konstituimit të kuvendit dhe institucioneve, siç e kemi patur para këtij mandati që kaloi. Ndoshta edhe duhet të mësohemi kështu, edhe shtetet e tjera i kanë të njëjtat besoj sfida, më duket në Gjermani ende nuk kanë arritur, përkundër që kanë